Unë jam këtu me miqtë e mi nga Amerika. Është një festë që ne festojmë çdo ditë, festa e Dorzit, këtu në fushën e Dorzit në malin e Qarrishtës. Dhe jam e lumtur që sado që kemi ngelur pak njerëz, ne jemi miqësor me njëri tjetrin dhe ju e shikoni nga pas meje se si po kërcejnë të rinj. Ne jemi këtu që t'u themi atyre që ne ky vend ishim mrekullueshëm dhe duam ta kemi për gjithë kohën. Është një nga festat që organizohet në Parkun Kombëtar Shebenikut, një nga festat lokale që përcjell më shumë tradita, vlerat kulturore të kësaj zone, po që nga ana tjetër pasqyrojnë shumë mirë si thua turizmin e kësaj zone. Sepse shumë turistë përpiqen ose vinë në këtë zonë dhe normalisht kënaqen me bukurinë natyrore që ofron ky park, por edhe ana tjetër mësojnë edhe kulturën, traditën të kësaj zone. Jemi mbledhur jo vetëm për të festuar këtë festë, por edhe për të promovuar këtë zonë kaq të bukur me shumë pasuri të jashtëzakonshme si kulturore, por dhe natyrore. Ju shikoni që ky fshat është brenda këtyre maleve kaq të bukura, të gjelbruara. Ku unë ftoj të gjithë këto vizitorë që ndodhen sot këtu, që t'ja kalojmë sa më mirë me njëri tjetrin dhe të mbështesim njëri tjetrin për promovimin e kësaj zone kaq të bukur. Është shumë kënaqësi të shprehem para medias tuaj për të treguar vlerat ekoturistike dhe natyrore të Parkut Kombëtar Shebenik, sidomos të fshatit Qarrisht që është zemra e Parkut Kombëtar Shebenik. Jemi në sektorin e Isharrave, me këto pyjet e bukura, përballë kemi malet e Qarrishtës. Jehona e maleve të kuqe është festa më tradicionale e zonës, sepse shpreh malet e kuqe ose të Shebenikut që përfshin gjitha fshatrat e komunës qendër.